Njihuni me shenjën e horoskopit që të gjithë e nënvlerësojnë gabimisht. Ndër shenjat e horoskopit, Virgjëresha shpesh nënvlerësohet për fuqinë e saj të heshtur. Ndryshe nga shenjat e forta dhe imponuese, ajo nuk imponon veten. Por në momente krize, Virgjëresha është ajo që mban sistemin e këmbë kur gjithçka rreth saj po shembet. Ajo shet detaje që të tjerët injorojnë. Nuk e bën këtë për të rregulluar njerëzit, por për të parashikuar, optimizuar dhe shmangur gabimet që mund të çojnë në dështim. Kur të tjerët mendojnë se janë të vogla, Virgjëresha e di që precizioni është çelësi mes kaosit dhe funksionit. Virgjëreshat organizojnë, mbështesin dhe korrigjojnë. Ata nuk kërkojnë vëmendje, nuk bërtasin dhe nuk reagojnë impulsivisht. Informacioni dhe observimi janë udhëzuesit e tyre dhe emocionet nuk janë faktorë që udhëheqin veprimin. Kur situata shkon keq, ata nuk shpërdoren energjinë në debatet e kota. Ata thjesht tërheqin mbështetjen dhe strukturën që kanë ofruar, duke bërë që gjithçka të shembet për ata që nuk e kanë vlerësuar. Virgjëresha ruan të dhënat, vëzhgon modelet, korrigjon dhe siguron që sistemi të funksionojë. Pra Virgjëresha nuk kërkon dorë tërëkitje, ajo thjesht siguron që gjithçka të mbetet në këmbë dhe funksionimi të vazhdojë me efikasitet, kontroll dhe qëndrueshmëri. Kur të tjerët shëmben emocionalisht, Virgjëresha është ajo që mban rezultatin, pa zhurmë, por me ndikim të madh.